Përshëndetje të dashur felezër të motra në Islam. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju tek gjithë. Para se të fillojmë me udhëtimin tonë shpirtëror sot, le të ngrisim zemrat tona në një lutje të shkurtër. O Allah, hap zemrat tona për dritën tënde, mendjet tona për mensurinë tënde, dhe na udhëzo drejt asaj që të pëlqen. Ndriso kuptimin tonë dhe na jep forcën të zbatojmë mesimin tën në çdo aspekt të jetës sone. Amin. Imagjinoni veten tuaj duke e kur vetëm në një shkretëtire të gjere. Dielli po perendon në horizont, duke pikturuar qiellin me nuanca portokalli dhe vjollce. Rera e arte shtrihet deri në pafundesi. E ndiheni një pakete telle, një lidhje me universin dhe krijuesin etaj. Pora e dini se ne kete pafundesi, disa gjëra gjane me mire të mbahen mes jush dhe Allahut vetëm. Në traditën islame, Allahu në mensurina e tej të pafund. Zgëgjodi shërbetore ke kuptosh në rendesina, e fshehtesi se shpirtërore. Diskrecionit në besim dhe intimitetit me krijuesin e tyre. Sot, ne do të eksplorojme se bashku 3 sekretet ko një besimtar i vërtetë duhet t'i mbaje për vete. Të vërteta të çmuara ke, kur ruhen, forkojnë shpirtin tuaj. Pastrojnë besimin tuaj, të thelojnë marrëdhënien tuaj me Allahun. Para se të hiqme në thelb të mesoni, merrni një moment për të abonuar në kanalin tonë dhe për të aktivizuar njoftimet. Qëro jave, në ndajme reflektimit e thellëm mbi shpirtëroritetin kue mund të transformosh në marrëdhënien tuaj me Allahun dhe kuptimin tuaj të besimit. Këndroni me mua deri në fund, sepse ajo që do të zbuloni sot mund të ndryshojë thelbësisht qasjen tuaj ndaj shpirtëroritetit të ju afroje me Allahun në një mënyrë që nuk e kishit imagjinuar kurrë. Kujdoni këto fjalë plot mensuri. Ndonjëherë, forka me e madhev qenë nga ajo që mbajmi me kujdes brenda vetes. Sekreti i parë. Veprat të gjata e fshehta par Allahun legjonite ju tregoj një histori që daton në kohet e para të pasuesve të devotshëm. Në një qytet të vogël larg syve të botës, jetonte një njeri i cili pranine, i tij e rrezatonte me një dritë të pashpjegueshme. Fitajra e taj kishte shenja të një pakegje të brendshme këtë gjete e vezgonin, por askush nuk e dinte burimin. Kadon atë, ndërsa qyteti flinte në një heshgje të teli. Ki njeri ngrihaj në errësiren e dhomës së tajs. I vetëm, i ndrisuar nga një kiri i thjeshta. Drita e dritshme e te cilit hidhte higje valezuese mbi mure. Ai kendronte para krijuesit të tajs. Lotet e tajgje ridnin bolshem. Jo lote trishtimi, por lote dashurie frike të respektuar dhe miren gjohshëgje. Këto lote binin në mbi kilimin e tigje të luqës e vjetër, dëshmitare të heshtur të netjeve të panumerta të kaluara në bashkebisedim me Allahun. Askush nuk e dinte. Askush nuk i shehte këto momente. Ato ruheshin me kujdes me stigj dhe Allahut vetëm. Një dita, një gjale i ringa fshati, i prekur nga ketesja ke rezatonte ki digjetër, ju afrua atij. Cili eshte sekreti gjuajë? Si ruani kete pake e të kur gjeta behet e veshtire. Njeriu u buzeke shbutesisht, si te e tij paskironin një mensuri të lashta. Ai u përgjigj thjesht. Ajo ke eshte mesmegje dhe Allahut mbetet mesmegje dhe Allahut. Sekreti i dyte. Provokat tuaja personale. Te gjithë në mbajme shenjat e padukshme. Kushtimet e dhimbshme koje gjane të gdhendura gjonele kuren tone, por ne shpirtin tone. Momente disimi dhimbgjegje, lufte të brendshme koje vetëm ne i njohim në të lesine e tire të vërtete. Keto prova janë si letra personale të shkruara nga fati. Mesazhe që vetëm Allahu mund t'i kuptojë dhe interpretojë plotësisht. Shërbetoret e vërtete të Allahut kuptojnë se disa prova janë në të vërtete bekime të maskuara. Se zjarri kue digjet sot pastron për amshim. Se errësira e momentit përgatit një drite me të ndryshme. Mos e holloni fukine e proves tuaj duke e ndare me ata që nuk mund ta kuptojnë vërtet.
mos e kthegjeni dhimbjen tuaj në një shfaqje për të qret. Kur veshtiresia troket në derën tuaj. Kur valet kercje nojne të embisin anigjen tuaj. Kujdoni, Allahu nuk që braktis kurre. Durimi eshte një armature ke formohet në zgjarin I proves. Ai eshte një forse ke zbulohet vetem kur gjithçka duket se po shembet. Kani para Allahut, gjo para atajre ke mund të ke interpretojnë lotet tuaj. Besogjeni dhimbjen tuaj ati që ke mund të sherogje vertet plaget tuaja. Sepse ai ke duron heshturazi, me besim dhe besim në Allahun. Këngja forse ke asnjë migje luftetare nuk mund të barazojnë. Sekreti I trete. Deshirat dhe aspiratat tuaja spirituale ai keni vene resi disa endra. Kur ndahen shume heret, duket se shper behen si pika nga mengjesi kë shper ndahen në harezete para të djelit. Kjo nuk eshte nje rastesi. Bekimet duan e resiren. Si nje fare ke duhet të mbilet helle ne toke per të shperthjer. Aspirojat tuaja shpirterore kene nevojë per intimitet per të shendo shur thelle ne shpirtin tuaj. Bota eshte si nje dhe I trasuar. Sado fjale e thene eshte si nje flamur ke shtrihet nën ere. Kur ndaheni me te qeret endrat dhe aspiratat tuaja shpirterore, I eksposoni ato ndaj rimave të papritura të ke kuptimit, këshelozise, dishimit të ndonjëhere edhesirit të kek. Profeti jine I dashur na mesoi se kur një kellim eshte I paster, eshte me mireta mbani sekret derisa të realizohet. Ai e dinte se shikimi I të qireve, e te padashje, mund të zbehesin keritetin e kellimit. Allahu na kushton ne Kuran per historine e Jusufit. Pakqa kofte mbi te. Ati I tiq I ta. O bir mos e trego vicionin ten tek velezerit e tu, sepse ata do te bejne nje kurth kunder tegje. Dim bedjete e pese. Andra e Jusufit ishte nje profeci, nje fatka ishte shkruar nga Allahu. Por të shperndash ate para kohesisht në gjalli shelozine dhe shkaktoj nje seri provash. Sa here keni shperndare nje ender ke nuk eshte realizuar. Sa here keni ngjere se nje aspirate po ju shpeton pas ndargjes me te qeret. A ishte thjesht vullneti I Allahut, apo pesha e shikimeve të gjashtme ke ka ndryshuar pastertine e kellimit tuaj? Spiritualiteti si endrat rritet në sekret. Ajo ke eshta e fshehur nga nqerezit eshta e mbrojtur nga Allahu. Ajo ke u shkehet në lutjen e heshtur behet me e fortej në ndriten e tij. Para se të shpalni aspiratat tuaja pjesni veten. A eshte ki projekt, I forte mjaftu e shem per te per baluar disimet e të qereve. A eshte kelimi im I paster, apo kam nevoje per verifikim të gjashtem. Sepse endrat e verteta nuk jane per tu ekspozuar. Ato jane per tu realizuar. Pjesni veten kete pjetqe. A gjami aftet të ruaj me kuqdes ateke eshta e shenjte në mua. Nese ki mesaz gjuka prekur, mos harroni te lini një pelkej, per keta video në menire ke asho, te arigje me shume velezerit dhe motrat tona. Abono huni dhe aktivizonin gjoftimet per te mos hambur asnje kuqtese ke mund te forkogje besimin tuaj dhe lidhjen tuaj me Allahun. Shkruani Allahu Akbar, ne komentet per te dashmuar madheshtine e Allahut dhe per te treguar angazimin tuaj në rrugën tuaj shpirterore. Dhe mos harroni kurre keto fezale nga Kurani, pesed gjete etre. Kushdo ke I beson Allahut, e do tim gjaftoje. Allahu gju ruajta, gju udhezofte dhe gju afrogje me te. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.